pasur vëllezër, kthehemi në historinë e profetit sallallahu alaihi wasallam. Mbas që është martuar me Khatijën, kuptohet se çu kemi thonë, Khatijja ka po një shoqe, i ka thonë ashoj shoqës, apo më është Adamit, da më thonë mi shku mi thonë profetit sallallahu martohet me mu, pastaj pejgamberi ka pranu, pastaj dy familjet ju marrë vesh, do është martu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur i ka bu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 35 vjet, 5 vjet para se me shpalljet e pejgamberllokut, ka ndodhur këtu diçka. Ka ndodhur një vërshime e madhe në Mekë, derisa i ka dëmtu zidat e Qabës. U shkatëru, u shkapërderë da më thonë qabja, u shkatëru qabja. Atërë më shrekët, ju bo kitë fisët, korejshët që kanë qenë, kitë fisët ju bo, ka thonë që na do të me shtu pare këto, me ndërtu. Dhe asë njëje për jush, mos ka bani me dhanë, pasuri prej harami, që më shrekë kanë qenë, haram se kanë tesh me bërë ndërtimin e qabës, se kanë ditë që për haram zbanë. Kanë fillu me ndërtu, me dhanë, jo ashtë që shkanë qenë da më thonë e temelet e Ibrahimi, se nuk kanë potë ma shumë për me dhanë, mi po që shumë i ditë sotit ashtë të tështë. Mi po Mekja, da më thonë qabe ka qenë edhe me e madhe, se sa nërë që e shumë. Kër është bo, me e marë, me e qitë gurin e zi, me vendosë, në cepë, ashtë që shë ka vendosë Ibrahimi, këtoja kanë fillu korejshit dhe fisët tjera më ushty. Deri sa i kanë ngrit shpatat e tëve, sujuf i kanë ngrit. Pse kanë kuptu, ai cile e ngrit gurin e zi, që ai ka me pushtu, da më thonë Mekën, që ai ka me thonë zotëria i Mekës. Dhe ja kanë fillu fisit njëri me tjetërin të ushty. Më pas, njëri që ka po të amen Umeje, Ibn Mughira, El Makhzum, thot i ndalë gjakat, i qëtësan, ndalë, thot aj cili hen për i derës drejt për drejt me qabën, që aj ka me gjyku mesin tërë. Pa prit mas, kur djemja për Ameri sallallahu alaihi wasallam. Qka thujnë ata? Thujnë ka ardhë El Emin, që ka qua Allah bashkë momente, El Emin ka ardhë këtë. Kur djemë për Ameri, ja shpallë që belajnë që e ka me mestëve, ata për Ameri e merë një lajë, se gjallë apo në atë kur shka ka qenë, dhe dhe se cili prej fiseve kapne se cilën pjesa pjesë, kapne. Se cilën prej fiseve kapne pjesa pjesë, dhe vendas në gurin e zina ato, dhe mundanë me qu deri të këqabja. Kur ta qajnë ato të këqabja të vendi, atërë për Ameri në atë minur kër e shenë që kanë kapë këtë fisën, gurin e zi, dhe është bu gati me vendos në vend, vetë për Ameri me durët e ti e ka kapë, edhe ka vendos këtë guri zi, vendin që e ka vendos Ibrahimi. Dhe këto e ka kuptu më shekët që nesër për që ti ka me po dishka. Që kjo ka më konë që ka me zëtru qabën dhe Mekën. Subhanallah. E inshallah me nejnë Allahit nesër vazhdojmë në wahji, në shpallën që shka orë për Amerit sallallahu alaihi wasallam.